Një iniciativë qytetare, si çdo Ramazan, edhe me fillimin e këtij muaji të bekuar ka filluar me aktivitetin humanitar Sofra e Ramazanit, ku për çdo natë ndan nga 50 iftare për të gjithë nevojtarët. Sofra e këtij është e vendosur në parkun e xhamisë së Pashës në Tetov dhe në të shpërndahen fillimisht nga 50 iftare, por me tendencë që ky numër të rritet në 100 iftare. Ne ftojmë të gjithë dashamirësit e bamirësive që të ndihmojnë këta nevojtarë të cilët në këtë vit janë në rritje e sipër, ku një iftar kushton 120 denar, pra 2 euro, ku me një kolektivitet të organizuar në këtë muaj të bujarisë t'ja arrijmë qëllimit bashkarisht dhe të kujtojmë thënien profetike ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kush ushqen një agjërues e ka shpërblimin e njëjtë sikur sa ai që ka agjëruar. Nga kjo iniciativë, qytetare kanë falendëruar të gjithë ata që kanë ndihmuar këtë aktivitet humanitar, siç janë Komuna e Tetovës, Muftinia e Tetovës, si dhe Këshillin dhe Imamin e Xhamisë së Pashës në Tetov, si dhe të gjithë donatorët që ndihmojnë organizimin e kësaj sofre të Ramazanit për t'u siguruar iftare nevojtarëve dhe skamnorëve.